Komentimi përsosur i Kuranit, gjuzi i 29, Sure El Qalem, ajetet nga 8 deri te ajeti 16. Fala tuti'il mukaththibin, waddu law tudhinu fayudhinun, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masha'in binamim, manna'in lil khayri mu'tadin athim, utullin ba'da dhalika zanim. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Andaj ti mos I dëgjoj o besimtarët, ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që dhe ata të bëjnë lëshime, por ti mos ju bind çdo betarit të përçmuar, shpifaraku që përhap thashë theme, penguesi veprash të mira, shkelsi dhe keqbërsi, të ashprit që veç kësaj është edhe kopil, vetëm se është I pasur dhe ka shumë djem. Kur I lexohen shpalljet tona I thot, këto janë vetëm pralla të lashtëve, ne do t'ja damkosim hundën. Komentimi. Ata që I mbartin këto cilësi mos I merrni si shembull. Në ajetet e mësipër me u fol për moralin e lartë të profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në këto ajete do të diskutohet rreth moralit të armiqve të tij, në mënyrë që me anë të një krahasimi të bëhet I qartë dallimi që ekzistonte mes këtyre të dyve. Ajeti 8 thot, andaj ti mos I dëgjoj o besimtarët, ata janë njerëz të devijuar dhe mashtrues, kanë shkelur të gjitha parimet e vërteta, bindja e nënshtrimi ndaj njerëzve të tillë, madje I qoftë edhe një fjalë vetme, nuk do t'japë rezultat tjetër përveç mjerim dhe vuajtje. Më pas tregon përpjekjen e tyre që ta bindnin profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për t'ju nënshtruar dhe për t'ju bindur atyre. Ajeti 9 thot, ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që dhe ata të bëjnë lëshime. Të bësh lëshime do thotë të heqësh dorë prej një pjesë nga urdhrat e Zotit për hir të tyre. Komentuesit e Kuranit kanë deklaruar se këto ajete kanë zbritur kur paria e Mekës e ftoi profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të ndiqte fen e të parëve të tyre, pra politeizmin dhe adhurimin e idhujve. Zoti I madhëruar e ndaloi profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të afrohej me ta dhe të nënshtrohej atyre. Disa komentues të tjerë kanë thënë se Walid ibn al-Mughira, I cili ishte një prej udhëheqësve të idhujtarëve, I ofroi një pronë të madhe profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe u betua se nëse hiqte dorë nga feja islame do t'i adhuronte atij. Nga fryma ajeteve dhe nga ajo që është shkruar në histori, arrim të kuptojmë se kur politeistët panë curinë e shpejtë të përparimit të fesë islame, menduan ta detyronin profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të bënte lëshime. Në një farë mënyrë edhe kështu ta dobësonin atë dhe ta kufizonin përhapjen e islamit. Ata provuan edhe t'i ofrojnë pasuri, siç kanë bërë me të gjithë udhëheqësit e padrejtë përgjatë gjithë historisë, të cilëve ndonjëherë u propozonin prona të mëdha, ndonjëherë femra të bukura, ndonjëherë pozita të larta, vetëm e vetëm që të hiqnin dorë nga feja e islamit. Kurani shumë herë ka paralajmëruar profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që kurrë të mos tregoj as në nështrimin më të vogël karshi këtyre propozimeve të devijuara dhe të mos bjerë prej tyre, të mos pajtohet asnjëherë me të devijuarit dhe mashtruesit, ashtu siç theksohet edhe në ajetin 49 të surës El-Maide, edhe ti të gjykosh me atë që zbriti Allahu, e mos ndiqi dëshirat e tyre dhe ruaju rrezikut të tyre që të mos të shmangin nga një pjesë e asaj që ta zbriti Allahu. Fjala yudinun rrjedh nga fjala mudahanatun, që në thelb është marrë nga fjala ad-dahnu. Në këtë rast, fjala përdoret për shfaqjen e butësisë. Në të shumtën e rasteve, kjo përdoret për shfaqjen e butësisë e të prirjes qortuese, siç është te dyftyrsia. Kjo fjalë zakonisht përdoret në lidhje me lëshimet dhe lajkat e dënueshme dhe hipokrite. Më pas Allahu I madhëruar edhe një herë tjetër e urdhëron profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të mos u bindet dëshirave dhe kërkesave të tyre. Ndërkohë përmend 9 lloj cilësish të dënueshme, të cilat pengojnë bindjen dhe bartësinë ndaj dëshirave dhe kërkesave të politeistëve jo besimtar. Ajeti 10 thot, por ti mos ju bind çdo betarit të përçmuar. Halaf I thuhet atij personi që betohet shumë. Betohet për çdo vepër, e vogël apo e madhe qoftë ajo. Zakonisht persona të tillë nuk janë të drejtë në betimet e tyre. Fjala mehin rrjedh nga fjala mehane. Ajo është përdorur me kuptimin e nënçmimit dhe të ultësisë. Disa komentuese kanë interpretuar edhe me kuptimin e njerëzve mendje lehtë, gënjeshtar apo keqbërës. Ajeti 11 thot, shpifaraku që përhap thashë theme.
Fjala hammazun rrjedh nga fjala hamzun dhe do të thotë përgojim, dashakeqësi. Si fjalia me sh i binamim, shpifaraku që përhap thëshetheme, shënon personin që sillet rrotull njerëzve me qëllim që t'i prishë dhe të krijojë armiqësi dhe hasmëri midis tyre. Duhet të kemi parasysh se këto dy cilësi janë në formë sipërore që tregon përpjekjen maksimale të tyre në lidhje me këto vepra të shëmtuara. Në cilësimin e 5, 6 dhe të 7, ajeti 12 thot, penguesi veprash të mira, shkelsi dhe keqbërësi. Penguesit dhe keqbërësit nuk bëjnë vepra të mira. Ata nuk sugjerojnë ndonjë rrugë të mirë, por përpiqen të jenë pengesë për ata që ecin në rrugë të mbar. Pengojnë veprën e mirë dhe begatinë e të tjerëve. Përveç kësaj, ata janë njerëz që i nëpërkëmbin kufit e Allahut dhe të drejtat që ai i ka përcaktuar për çdo njeri. Përveç këtyre cilësive, ata janë të përlyer me çdo lloj mëkati. Mëkati është kthyer në pjesë të natyrës së tyre. Në fund ajeti 13 përmend cilësinë e 8 dhe të 9 të ashpri, që veç kësaj është edhe kopil. Me fjalën otullin, shumë koprac, siç thekson edhe Ragibi në librin e tij Mufrodat, quhet ai njeri që konsumon shumë ushqim dhe lakmon gjithçka, kurse të tjerët i pengon nga ajo. Disa komentues të tjerë fjalën otullun e kanë përdorur me kuptimin e njeriut arrogant, armiqësor dhe të ashpër, apo edhe për njeriun e paturpshëm dhe mendjemath. Shprehja zenimun është cilësim për njeriun që nuk ka prejardhje të qartë dhe ja atribojnë një fisi të cilit ai nuk i përket. Kjo fjalë rrjedh nga fjala zenmetun, që do thotë një pjesë nga veshi deles që është i varur, ajsa pothuajse nuk është pjesë e veshit, por është në varësi të tij. Tok fjalëshi Ba'de dhalike, veç kësaj është përdorur për të treguar se këto dy cilësi janë shumë të shëmtuara dhe të rryera. Me këtë mendim pajtohet një pjesë e komentuesve të Kuranit. Me një fjalë, Allahu i Madhëruar në këtë ajet ka bërë një përshkrim shumë të plotë për gënjeshtarët dhe cilësimet e liga për moralin e tyre të degeneruar, për të cilin, siç është folur këtu, ndoshta nuk përsëritet në asnjë vend tjetër të Kuranit. Në këtë mënyrë tregohen cilësitë e kundërshtarëve të Islamit, të Kuranit dhe të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ata pra kanë qenë njerëz gënjeshtar, të ulët, denigrues, që merreshin me thashetheme, mëkatar, të pacip, të paskrupuj, të lindur jashtëkurore. Prej njerëzve të tillë mund të pritet çdo gjë, edhe kundërvënie ndaj një reformatori aq të madh. Në ajetin tjetër tërheq vëmendjen fjalia vetëm se është i pasur dhe ka shumë djem. Pas një dyshim profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, asnjëherë nuk do të dorëzohej. Këto ajete miratojnë se te profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, spikat metoda praktike dhe qasja ideologjike. Askush të mos ketë pritshmëri të tilla prej tij, qofshin për krahës, qofshin kundërshtar. Përpasoj, fjalia e lartë përmendur është plotësuese e ajetit, por ti mos ju bind çdo betari të përçmuar. Disa komentues kanë thënë se fjalia e cituar më sipër është shpjegim për shkakun e formimit të këtyre cilësive dhe është një fjali interpretuese. Mburja e krijuar nga pasuria dhe e përkrahësve të shumtë i çon njerëzit drejt këtyre veseve të këqija. Prandaj te shumica e pasanikëve dhe njerëzve të pushtetshëm me pabesim vërehen të gjitha këto cilësime. Këtu duket qartë se toni ajeteve është më i përshtatshëm me komentimin e parë. Ky përfundim është pranuar nga shumica e komentuesve të Kuranit. Më pas ajeti tregon reagimin e personave që i mbartin këto cilësi ndaj shpalljeve hyjnore. Kur i lexohen shpalljet tona, ai thot këto janë vetëm pralla të lashtëve. Duke përdorur këtë justifikim të shëmtuar, mbajnë largësi nga shpallja hyjnore, heqin dorë prej saj, si dhe i tërheqin të tjerët drejt vetes. Pikërisht për këtë arsye nuk duhen pasur e nuk duhen ndjekur persona të tillë. Ky plotësim dhe theksimi përsëritur ndalon kategorikisht bindjen dhe nënshtrimin ndaj personave të tillë. Ajeti i fundit që do të trajtojmë diskuton për një prej dënimeve të këtyre personave. Ne do t'ia damkosim hundën. Kjo shprehje është e qartë dhe elokuente, e cila tregon për poshtërimin që do të bëhet atyre, sepse së pari fjala khurtumun, hund, që përdoret vetëm për derrin dhe elefantin, kur përdoret për njerëz është treguesi një poshtërimi të madh. Së dyti, hunda në fjalorin arab zakonisht shënjon dinjitetin dhe krenarinë dhe i parafrohet shprehjes në shqip do t'ja thyej hundën, që nënkupton humbjen e dinjitetit dhe të krenarisë. Së treti, vendosja e shenjës, e cila është enkas për shtazët. Vendosja e shenjës në fytyrën e kafshëve është e ndaluar në Islam. Kur kjo vendosje, e cila është e ndaluar edhe për kafshët, u vendoset njerëzve, tregon shkallën më të lartë të poshtërimit të tyre. Kurani thot, Allahu i Madhëruar persona të tillë rebel, mashtrues, egoist, i poshtëron dhe i damkos në atë mënyrë që zëri i turpërimit dhe i çnderimit të tyre të dëgjohet gjithandej dhe të jetë mësim për të gjithë të tjerët.
Historia e Islamit dëshmon se ky grup i kundërshtarëve kokfort me përparimin e Islamit u përçmuan dhe u nënçmuan në mënyrë të pashembullt, kurse turpërimi i tyre në botën tjetër do të jetë edhe më i madh. Disa komentues të Kuranit kanë pohuar se shumica e ajeteve të kësaj sureje i përkasin Walid ibn Mughira, që ishte një nga udhëheqësit e njohur të idhujtarëve, por kjo nuk do të thotë se duhet kufizuar kuptimi i përgjithshëm dhe i gjerë i ajeteve. 2. Hulumtime. 1. Veset e liga. Ajetet e lartë përmendura përveç se që përshkruajnë cilësitë e veseve të këqija të kundërshtarëve të rrept të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, njëkohësisht janë edhe një shembull për t'i dalluar këto cilësime dhe tipare të cilat e largojnë njeriu nga Allahu dhe e hedhin në humnerën e fatkeqësisë dhe të mjerimit. Këto ajete kërkojnë t'i udhëzojnë muslimanët e drejtë që të tregohen shumë të kujdesshëm ndaj politeistëve, të cilët nuk zotërojnë asnjë cilësi të besimtarëve të vërtetë, i udhëzojnë që të mos përlyhen me to. Prandaj, në transmetimet islame është folur dhe i është kushtuar rëndësi e veçantë kësaj çështjeje, siç tregohet më poshtë. Në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: "Atë ju vë në dijeni për personat më të ligj dhe mëkatar." Ata thanë: "Po, o i dërguari i Allahut." Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: "Janë ata që merren me thashetheme, krijojnë ndasi mes njerëzve dhe ndaj njerëzve të drejtë dhe të pafajshëm, sajojnë gënjeshtra dhe gabime." Veçanërisht, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në lidhje me këtë ka rekomanduar qartë: asnjë nga ju, asnjë nga shokët e mi të mos transmetojë ndonjë thënie që ta bëjë të dyshoj ndaj meje, sepse unë dëshiroj që të përballem me ju me zemër të pastër. Në fundin e një hadithi tjetër, po nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: 3 grupe njerëzish nuk do të hyjnë në xhenet: Xhawadhi, Xhadheri dhe Utlu Zenim. Transmetuesi thotë se e pyeta se kush është Xhawadhi. Profeti tha: ai që mbledh shumë për vete kurse të tjerët i ndalon nga ajo. U pyet se kush është Xhadheri. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: njerëzit e ashpër dhe gjaknxehtë. U pyet sërish, cilët janë uluzenim? Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: njerëzit barkëmëdhenj dhe të pamoralshëm, ata që han shumë ushqim dhe e teprojnë në veshje, ata janë të padrejtë dhe shtypës. 2. Lëshimi dhe nënshtrimi. Një prej dallimeve më të qarta mes udhëtarëve të rrugës së drejtë dhe aktorëve politik është ky: grupi i dytë nuk është i qëndrueshëm mbi parimet veçanta, përkundrazi gjithnjë është i gatshëm të bëjë lajka të tjerëve dhe anasjelltës. Për shkak të interesave personale heqin dorë prej parimeve të veta, bindjet dhe parimet e tyre nuk janë ndonjë gjë e shtrenjtë për ta. Ata gjithnjë bëjnë marrëveshje mbi këto parime. Në realitet, ky është shembull i ajetit të lartë përmendur se ata kanë dëshirë që ti të bësh lajka që edhe ata të bëjnë lajka. Grupi i parë asnjëherë nuk bën lëshime, asnjëherë nuk heq dorë prej parimeve të veta të shenjta, si dhe nuk bën ndonjë marrëveshje mbi parimet. Transformimet dhe marrëveshjet e tilla politike nuk kanë asnjë vlerë për ta. Këto janë disa nga treguesit më të spikatur të grupit të parë, të cilët njëherësh i dallojnë qartë nga grupi mashtruesve.